Presidenti Amerikan Donald Trump konfirmoi se do të presë në shtëpinë e bardhë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky pas kthimit nga vizita e tij në lindjen e mesme. Mendoj se po, u përgjigj ai shkurtimisht pyetjes së një gazetar në bordin e Air Force One lidhur me pritjen e Zelenskit të premte në Washington. Takimi pritet të përqendrohet në diskutimin e një pushimi të mundshëm dhe me hapa të ardhshëm për t'i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Zelensky konfirmoi më herët se po udhton drejt Washingtonit për t'u takuar me homologun amerikan, duke shtuar se duhet të diskutojmë hapat që duhet i propozoj presidentit Donald Trump. Kievi e sheh këtë takim si një mundësi të re për të nxitur procesin e paqes, sidomos pas muajsh shëngjecje diplomatike dhe refuzimit të Kremlinit për të hyrë në negociata të drejtpërdrejta. Një ditë më parë, Trump tha se tani është çështja e Gazës është zgjidhur dhe koha të përqendrohemi te Rusia dhe lufta e saj kundër Ukrainës. Në një fjalim të parlamentit izraelit, ai deklaroi se përpjekjet e tij për paqe nuk kanë të përfunduar, duke theksuar se pas Rusisë do të dëshironte të arrijë edhe një marrëveshje me Iranin. Së pari duhet të bëjmë Rusinë të ndalet, tha Trump, duke lënë të kuptojë se vizioni i tij diplomatik synon një zinxhir marrëveshje që do të çojë në stabilizimin global. Megjithatë, pavarësisht optimizmit të Trumpit, përpjekjet e tij për ndërmjetësimin e drejtpërdrejtë midis Moskës dhe Kievit mbeten të bllokuara. Kremlini ka refuzuar çdo formë takimi me Zelenskin, madje edhe me pjesëmarrjen e presidentit amerikan si ndërmjetës. E megjithatë, në Washington mbizotron bindja se takimi i kësaj jave mund të jetë pika e nisjes për një proces të ri paqeje, nëse dy udhëheqësit arrijnë të gjejnë gjuhën e përbashkët.